Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tha, Zoti më fal, më dhuro as i pushteti që askush pas meje nuk do ta ketë. Vërtet ti je dhurues i madh. Kjo ishte lutja e Sulejmanit a.s. Dhe Allahu i dha pushtet dhe fuqi që kishte në kontroll gjithçka. Pra ishte prej pejgamberëve që Allahu i mundsoi të lëvizte me erë, ishte prej pejgamberëve që kishte pasuritë të gjithë kësaj bote, ishte prej pejgamberëve që kishte në kontroll edhe botën e gjinëve. Sulejmani a.s. kur i shkroi letër Belkisës, mbretëreshës së Sabejve, tha: Innehu min Sulejman wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo është shumë e rëndësishme besimtar, se sado që ti je i pushtetshëm dhe i pasur, çdo gjë fillon me emrin e Allahut dhe mbaron me emrin e Allahut. Prandaj, ai edhe pse kishte gjitha të pushtet, tha: kjo është prej Sulejmanit, por mbi të gjitha është me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ai ishte pejgamber, ishte i dashtun i Zotit, ishte pra i përulur ndaj Krijuesit dhe ai pra është një mësim për gjeneratat që vijnë pas, se besimtari është i përulur, është modest dhe është i sinqert dhe adhuron vetëm Krijuesin fuqiplot.